Zvicër dihet habituar si krejt botën me gjendja aktuale. Kemi shumë trishtësi për gjendja, po me hin të një aleancë nuk është rruga momentalisht për Zvicër. Atëherë, Zvicra në këto momente është një vështirësi. Po. Si shtet. Po. Por, po mendon që Zvicra nuk është e gatshme mu fut një aleancë apo nuk duhet? Jemi shqetësuar shumë për rendin aktual. Është gjendja shumë rrezikshëm për krejt Evropa, për krejt botën, edhe bota ka nevojë për aktërat, për advokatat neutral, sigur Zvicër. Ata kanë mend mirë, nuk e kanë shumë interesat, sepse qtash kemi pa bota vish ka interesat. Nuk e kanë armiku, edhe miku ka interesa pari. Ku janë ari, ku janë metaliku, ku janë venat me nafta. Ata është pyetja për bota, ku është ardmeri? Është në Kinë me krejt potencial, është në Amerika. Kush e ka këtë synim? E ka Amerika dhe Kina edhe Rusia, apo jo? Që po dojnë me shku me sulmu vendet ku ka ekonomi, apo jo? Po. A është qështu? E Zvicra nuk ka naft, nuk ka pasuri kështu natyrore, minerale, gudjun, ndoshta. Po ka pare shumë. Po. A është e rrezikuar Zvicra prej ndonjë aleanca apo prej ndonjë shteti se tash për pasuri po bëhet lufta, për ekonomi po bëhet lufta, apo jo? Daniel, apo më kupton kur folja jo? Po. Nëse do në gjermanisht ta përkthejmë. Po, jo, kuptova, krejt këtyre Altin është sigur une me ty. Kemi një bezim. Une e di Altin nuk e bën diçka të keq, tash në emision. Ti mendon që të s'bëj diçka keq. Po, nashta ti ki mundësi me marrë një altia ose me bë një shtus keqe për mua. Me të prej mbes, pra. Unë besoj ty. Edhe në Evropë kemi besimi bashk. Shtetet e Evropës edhe në botë kemi besimi për drejtat gjinore, për kontrata ndërkombëtar. Edhe momentalisht është shumë rrezik me hub krejt besimi. Tashi, besimi mes shteteve të Evropës, apo besimi edhe te Amerika? Amerika ka ndru sistemi. Deri qtash kemi pas një administrat shumë progresiv. Ata ma shumë kanë lexu Karl Marx, sigur kanë lexu John Locke, filozof britanike, 300 vjet përpara ka jetu, ai ka thënë duhet shumë respektu pronaria. Pronaria është fillimi për stabilitet. Kur dje din ku është fusha shtëpia Altinit, ku është fusha shtëpia Danielit, edhe nuk duhet me capcarap, me vjell të tjetri. Edhe tash ka fillu një sistemi me shku të kopshti tjetrit edhe me capcarap molla, darla, sigur Rusia me Ukraina. Kemi hajnia që tash në botë. Edhe pyetja është me respektu edhe me përfundu hajnia, ose vetë me ba hajnia. Me kallëzu interesat, unë kam qef atë shtëpi, është mirë, ma shumë me ba maj male, pronaria vetit, me shku në Grönland, Kanada, edhe ta është shumë rrezikshëm, po duhet me prit, janë vetëm fjala. Duhet për mas, duhet me fol diplomatike, edhe me dalu.